Sipas kodit penal po ashtu parashihen edhe rrethana veshën e shtrënduesit që mund të shqiptohet dënimi më i lartë, lesin pranë ankesës që dënimi i shqiptuar për 24 vitesh të ndryshohet dhe të jepë një dënim më i lartë, të cilin do ta vlerëson ky kolegj i respektuar i gjykatës së apelit. Ose prishta gjykimit kthehet në gjykim, lidhet me ngjarjes, të bëhen ekspertime të tilla në dëshmitar, konstatohet cila armë është arma që është vrojë djeri. Andari i kolegjit gjyqtar i Bayraktarit, ne kemi parashuar ankesë dhe konstatime të lartësisë së dënimit, nga se kemi vlerësuar se në rrethanat që është shkruar vepra penale, prezencën e publikut, prezencën edhe të dëmtuarve të tjerë, kur dy të tjerë të dëmtuar, apo më tepër edhe prokuroria ku ka dështuar që të mos ketë akuzë tjetër për vepra penale të shkruar. Vetëm kemi vlerësuar se në rrethanat veshën e shtrënduese, gjykata shkallës së parë nuk i ka pas parasysh këto rrethana dhe ka ardhur në dënim siç u lavdërua dhe u shpat me 24 vite votë, duke respektuar maksimumin parimor të dënimeve sipas kodit penal. Megjithatë, sipas kodit penal po ashtu parashihen edhe rrethana veshën e shtrënduesit që mund të shqiptohet dënimi më i lartë deri në 35 vite, ashtu që gjykata shkallës parë në këtë drejtim si duket nuk ka pas vëmendje të shtuar nga provat e rrethanat që janë drejtuar në gjykatën e shkallës parë, prandaj lesin pranë ankesës që dënimi i shqiptuar për 24 vitesh të ndryshohet dhe të jepë një dënim më i lartë, të cilin do ta vlerëson ky kolegj i respektuar i gjykatës së apelit. Nëse pas ka dorë vrasje, po jo ka të pluma kështu, në vertikale, nga pep. Edhe thonë arsye kemi lyp me dorë me ngjarje se ne po kusht po pretendojnë ata që ju godit, sepse kanë thonë që Vozici Rydgjeni thotë që shehu thotë kur e hapi Divrani derën e veturës, ngoditi me qytë të revolës këtu mbi sy dhe ngoditi me një plumë kofsh kompës. Dhe unë e nisa veturën dhe aty gjujti dikush 4 pluma në veturë. Me pamin asaj veturës, në ngjarjes që ju pas një mujt një gjithë, që po ka sports, pas ka mujt me i gjithë, se ka thonë janë pare të qenë për neve, atëhere, pa e bas një përpjekje që e kemi cekë, atëhere kishme ujt me vërtetu edhe dashën për vrasje. Nëse dikush ta ka hapë dy veturën, derën e veturës, ta ka mshu me qytë revolës në qytur, ta ka vë një plumë komë, e ka gjytë 4 herë nge pekë, se nuk dashja dhe vrasë, ta ka qëtë, kish vrasë aty bre? Kish gjytë e vërmasin në gjanë, jo nge pekë, 4 herë. Apo mos i ka gjytë dikush ma lartë kur ju në kondës. Jo në porë që shtojnë ata, kur në ka gjytë. Pse? Sepse policia thot ne kemi gjetë plumat shumë lartë. E kjo lidhet me ekspertizën me poligjore që është bërë në shtetin e Shqipërisë, e që gjykata thot me revolën me kalibrin 9.19 konstatojnë që është vrasja, plumi është nxjerrë për trupit viktimës, ndërsa nëse e shihni akt ekspertimin e bërë nga shteti i Shqipërisë, balistik, kemi vërtetuar se ai plum i nxjerrë nga ndjeri, është shkesat e landës, është administruesi i provë, i datës 12/2023, me kërkesë Prokurisë Speciale të Republikës Kosovës, akti 175 për ekspertim balistik prerje për ngjarjet e 3 janar 2023, ekspertimi konstaton. Prerja objekt ekspertimi e sekuestruar gjatë kthyrjes së automjetit me taga FA9 PFX në lidhje me ngjarjen e vrasjes me armë zjarmi të shtetasit Visar Cengu, ngjarja ndodhur pranë lokalit Kobra në Prizren, me datë 3 janar 2023, është prerja dëmtuar, e cila i përket fishekëve standard luftarak, shalibit 9/21. I mbrojt janë dy propozime alternative ose prishta gjykimit kthehet në gjykim. Lidhet me ngjarjes të bëhen ekspertime të tilla në dëshmitar, konstatohet cila armë është arma që është vrojë djeri, cila është lidhja e këtij me punën me Divran Hoxhën, kur të që ka kryer vepra penale, ka pas qëllim vrasjen apo është shkatrim me rrezikut të përgjithshëm pas vdekjes, se po thojmë nuk ka shtënje drejt për drejt viktimën 20 cm, ka ngepek, plumi thot rikoshet që natë rikoshet e godet viktimën mbrapa. Kom dhe diçka një kërkesë, nëse ka mundësi edhe me mafru dëshmitar polici që kur kanë kalu ata që i ka marrë, që i ka pa pasaportat edhe kur kanë kalu ata policin e doganës Shqipërisë, me masjetë se dëshmitar nëse ka mundësi.
A rem pra ankesës për së tonë? Po. E për krah, po.